طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, sonte e përgjegja në një temë të mësojmë, të praktikojmë, të thrasim edhe të durojmë. Që të jenë 4 pika që do t'i trajtojmë inshallah taala sonte. Para se me praktiku, duhet me ditë çka po don me praktiku, apo? Kur ta mëson në një, pastaj e praktikon, e treta me njëherë që na veçohemi jashta umeteve tjera është që thrasim. Dhe e katërta, që ndoshta është më e rëndësishmja, është sabri, durimi në fund. Mëson, shkon te hoxhallart, e praktikon çat mësim. Thirr njerëzit, ta prish dikush telin aty, çka bën? Ja nisi piskete bërtet, edhe në fund çka i bë, i prish ato të trijet. Pshini çka është e fundit durimi para këtyre treve. Durimi, Allah subhanahu wa ta'ala, jo durimin po diturin, si fillimisht dhe më thonë të mësojmë, e ka potencu para fjales la ilaha illallah. Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Ka thonë dije se nuk meriton të adhurohet, nuk ka të adhuruar me të drejt për pos Allahut. Para më në shahaditi sa ose një mëti me i në islam, Allah e ka qitë diturin para shahaditit. Subhanallah. Njeriu që s'ka diturin, fena Allah të bën kërdi, apo? Çka ti tekët bën? Çka ti tekët vepron? Çka ti tekët flet? Edhe bën sherr, një njeri i ditur mundohet 10 vjet me përhap diturin, me përhap në xhamat, vjen njoni edhe i prish krejt ato 10 vjet që ka punu një hoxhi caktum. Pse? Shkaku i paditurisë. Bën sherre, shkaku i paditurisë. Dituria, apo çdo definicion, e ka definicionin apo kuptimin etimologjik, apo dhe gjuhësor, po e ka dhe terminologjik. Definicion etimologjik do të thotë ngritje e ignorancës. Vllazni, ka definicione që në gjuhësore që ti nuk mundesh mi kuptu. Për shembull, Allahu në Kur'an e përmend salah. Në terminologji është namazi. Në përkthim, në gjuhën arabe është dua. Hajde kuptohet ashtu. Kush e kupton suneti, e kupton Muhamedi sallallahu alaihi neve që na shpjegon. Dituria këtu nuk ka shumë dallim, ngritja e ignorancës. E dyta, në aspektin terminologjik, çka? Njohje apo e kundërta e ignorancës, ma detajisht, po ta sqaron. Pastaj thot, mirë, po ajo që na intereson neve, cila dituri është për qëllim dituria e pastërt islame. E mësuar nga fjala e Allahut, fjala e pejgamberit dhe çata sahabi që e kanë komentuar që të Kur'an dhe që të Sunet. Se këta janë mostra. Mos themi si disa që thonë ne jemi burra dhe ata janë burra. Po, dhe që ata e kanë pa pejgamberin a.s. Ata për çdo gjë e kanë pyet Muhamedit a.s. Edhe për atë arsye, na jemi të obligueshëm me marr si mostër shokët e pejgamberit a.s. sepse ata e kanë dëgju dhe e kanë pa çdo veprim që e ka bërë Muhamedi a.s. Në hadithe ka ardhur për shembull, e posh Muhamedi a.s. Tha Muhamedi a.s. E bëm në kohën e pejgamberit a.s. E bëm, nuk tha kundër Muhamedi a.s. Kjo mirët si e mirëqen, që është sunet e pejgamberit a.s. Bukur, dispozita e kërkimit të diturisë. Vllazni, kërkimi i diturisë është obligim. Dhe që kjo obligueshmëri varet çfarë dituri tash është obligative individuale edhe shoqërore. Dituria individuale është ti me di qysh me fal namaz. Ti me di qysh me marr abdest. Ti me dit ato rregullat fetare që të vynë çdo ditë. Mirë, po me dhon fetva është shoqërore, kifaje. Nëse del një hoxh, hiqet përgjegjësia për tjertë. Nëse s'ka asnjë hoxh,
kret ajo nahi e merr gjunahin. Kjo është kifaje dhe ajn. Namazi gjenazës a dallon prej namazit fars që i kemi 5 vakte? Po. Namazi fars që është 5 vakte është ajn, është obligim individual, që nëse dikush tjetër e falë, do më thonë, pa tjetër du të me falë edhe tjetëri. Mirë, po kifaje është obligim shoqëror, nëse një grup shkon ja falë gjenazën, një personi që ka vdek, bie përgjithësia këta që se falin, që si ja falin. Nëse asë njëri nuk e falë, kreti në gjunaqtar të Allah azza wa jall. Për shembull me një fshat caktuar, nuk ka doktor, apo me një qytet caktuar, nuk ka doktor, nuk ka ambulant. Kreti në gjunaqtar. Duhet me bo një. Duhet mu mledh kret, me formu një grup, edhe me bo. Si kur ju që që keni mledh, edhe keni bo gjamin. Si që që trajtuam, në ditë në dje, për çështjen e ezanit, nëse me një vend nuk thirret ezani, po nuk ka vend ku të bon muslimanët, shejtani ka mbisutru, thot. Pejgamberi a.s. Thot Allah azza wa jall, në ajetin e parë që ju ka zbrit pejgamberit a.s. Çka i tha? Subhanallah, vallahi, njerëzit, jo muslimanët e godasin islamin duke thonë, jo s'ka ditori, ju jeni gjahila, ju jeni ignoranta, jo. Po, një mena jemi gjahila shkaku që se kemi ngu fin. Se me pas ngu fin, fia në nëzit qka? Në nëzit me mësu. Ajeti parë në shpel, thot ikra. Ledzo. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Ledzo në emrën e Zotit tënd i cili të krijoi. Ledzo. S'pe thot adhuro, po thot ledzo. E që kjo fe, na që ka fe e prapë mbetoris, na që ka fe që po na lërgëj ka e prej mësimit, ja. Kjo fe e nëzit dijen. Pa dijet i s'mundesh me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu nga Enesi transmetohet, Muhamedi a.s. ka thënë, kërkimi i dijes është obligim. Nëse nuk e merr, ki gjuna. Për çdo musliman, që kjo fjala musliman, a është për qëllim vetëm për mashkullin? Jo, fjala musliman gjuhësisht i bjerë për mashkullin, po nën kupton edhe për gratë. Ti e merr këtë dituri, shkon e transmeton të gruaja, të fëmija, e kështu me radhë, me një aspekt është obligim. Pastaj thot Muhamedi a.s. Sidomos për nxënësit e dijes, ata që kërkojnë dijen, që shkojnë për vende të ndryshme, dhe qëllimi i tyre është vetëm me hek ignorancën prej vetvetes edhe me mësu. Shiko çfarë ditë. Thot kush e merr rrugën për të kërkuar dije, rrugë merr. Me kërku dije. Allahu kam ja lecu rrugën në xhennet. Thot vërtet me lekt, thot i shtrin duart. E tyre për kërkimin kërkuesin e ditorisë, subhanallah. Po shkon me kërku ditori, po të lecohet rruga për xhennet, me lekët pi shtrin duart për ty, thot nga knacia me veprën e tij, për dietarët kërkojnë thot falje, në qije, i gjdo gjë në qije, në tokë, madje, edhe balena, apo ato që janë peshqit ndeti, apo që kam ju thonë, bojnë dua dhe falje për kërkusin e dijes. Edhe ata bojnë dua në atë formën e vetë që e ka kriju Allah subhanahu wa taala, njërin e ditur. Qëfar mirësi e madhe Allah subhanahu wa taala. Thot vlera e dietarit tash, ati që ka kërku dije, ndaj robit të devotshëm, një robit devotshëm edhe dietari. A di çfarë vlerë thot është? Thot është sikur vlera e hënës në krahasim me yjet e tjera. Yjet që na i shohim janë të vogla, hona është shumë e madhe. Cilla bën më shumë dritë vllazni? Normalisht, hona bën dritë. Kështu është edhe dallimi mes dietarit edhe një adhurusi, një ibadetxhi, një njeri të devotshëm, që normalisht edhe ai e meriton xhenetin, mirë po tek Allahu, kjo shumë i lartë. Sepse udhëheq popullin, i udhëheq muslimanët me dije. Dhe kjo e bën që ty me të nxit më marr me dije pastaj. Pastaj thot, vërtet dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Trashëgimtarët e pejgamberëve, a do të thotë që e trashëgojnë pejgamberin?
Jo, e trashëgojnë dijen prej pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Ata pejgamberët e Allahut nuk trashëgojnë, nuk kanë trashëguar dinare, dirham, pare në kohën e pejgamberit alayhis salam apo në kohën e sahabeve. Ka shku Abdullah ibn Mesudi apo Ebu Hurera më dogot i ka thonë, o ju milet ka shku në treg, si kur qëtash me dalë për shama që në gjami jemi, edhe ju me dalë, më ju kallëzu vllaznive, mi thonë, o ju milet që jeni në treg, hajde se po shkepet pasunia, trashëgimia pejgamberit alayhis salam. Hyqëm ata, se si njeriu mo që është, i dhonë mas pasuni, s'ka dalë, se po na shkipin diçka, po na japin diçka në gjami. Vinë ata, edhe i shohin. Shohin disa vetë të lexu Kur'an, disa vetë të fal namaz, disa vetë të dhon dije. Thot, çka na ke thirrë, ku ajo pasuni? Thot, trashëgimia e pejgamberëve të Allahut është përhapja e diturisë. Andaj ju, unë zbashku me juve, që po mundomi me përhap dijen, shpërblimi është shumë i madh. Shpërblimi është shumë i madh, edhe çdo sunet, çdo vepër që ti e transmeton tek tjetri dhe ai e praktikon, ty të shken se vapet derisa ai të është gjallë që e praktikon atë vepër që ti e bën sebeb me rënë gjallë. Paramenoni për shembull, që unë e pju kallëzoj një sunet sot, ju tash edhe e bëni rrugë këtë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bëni rrugë, domethënë, edhe tankona e praktikohet pastaj. Kjo është secili person që e bën atë vepër, shpërblimi vjen tek ju. Pastaj thot, pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi as dinar as dirham, por ata kanë lënë trashëgimi diturin dhe kush e merr prej saj le ta merr në përmasën më të madhe. Rëndësia e kohës nuk ja din rëndësinë askush përveç atyre që kuptojnë Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit alayhis salam, dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë dy gjërave njerëzit nuk ja din vlerën. Ma tha me një aspekt janë të dembelosëm në atë aspekt. E para, thot çka? Shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë. Jo shumica, po krejt jemi të martum, përveç 2-3-ve, para martesës kemi pas ma shumë kohë. Unë e di vetë. Shumë ma shumë mush me lexu. Shumë ma shumë mush me bo ibadet. Si të martosh, jo puna, jo gruja, jo fëmia, jo anej, jo kënej, shfrytëzoje në rini leximin. Shfrytëzoje në rini para se devin problemet, pastaj më nuk mundesh me shfrytëzo. Ose shëndetin para smundjes. Se kur smuhesh, e din se çfarë vlere ka shëndeti tek ti. Pejgamberi s.a.s. gjithashtu ka thënë shfrytëzoni 5 gjëra para se të zëvendësoni me 5 tjera, thot shëndetin para smundjes, kohën e lirë para se të angazhohesh. Po ashtu Muhamedi s.a.s. ka thënë kjo hadith shumë i rrezikshëm. Dunjoja vllazni është e mallkume, ka thënë Muhamedi s.a.s. Dunjoja është e mallkume. Thot çdo sen që gjendet në të është e mallkuar. Këtë ka mallku dunjon. I ka nda 3 grupe njerëzish prej qëti mallkimi. Mallkimi kreti përfshin përveç 3 gjërave. Në një, ata që e përmendin Allahun azza wa jall hiqen nga ky mallkim, dietari dhe kërkuesi dijes. Paramenoni. Kreti ka mallku dunjon. Përveç 3 seneve. Ai që e përmend Allahun subhanahu wa taala me një aspekt është besimtar, që i kryen obligimet fetare. Dietari dhe e treta, ai që kërkon dituri. Të më thonë ti dalish prej mallkimit të kësaj dynjaje. Ka përjashtuar Allah nga ky mallkim 3 grupet e njerëzve, të më thonë si që potencua. Pastaj vllazni, a janë të barabartë ata që din me ata që nuk din? Vallahi jo. Thot Allah në Kur'an, a janë të barabartë ata që din me ata që nuk din? Nuk janë të barabartë tek Allah subhanahu wa taala. Po ashtu, nga robrit e mi, Allahut mas shumti që ja kanë frikën, kush janë? El ulema. Innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama.
me të vërtetë robrit e mi mas shumëti që ja kanë frikën Allahut janë dietarët, se ata e din frikën Allahut, i din ajetet dhe hadithet, e din xhenetin dhe xhenemin bazë përshkrimit në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për atë arsye edhe më shumë ti frikson Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhel po ashtu Allah i lartëson ata që besuan për jush, i lartëson shkallë të lartë ata të cilëve u dhënë dituri e kështu me radhë, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot vërtet si që thamë edhe melekët i shtrinë krahët e tyre, po ashtu kush merr rrugë për të kërkuar dije si që thamë, dhe me thonë Allahu Azza do t'ja lehtësoj rrugën për xhennet, ndërsa Abdullah ibn al-Mu'taz, dituria pa vepër vllazni është sikur pema pa fryte. Dituria pa vepër, mëso, e mos qit ndrit kur gjë, kjo është sikur një pemë që e sheh, edhe nuk ka vepër, nuk ka frute, apo si një pemë plastikës, që syt e tu i mahnit me bukurin që e kanë bo, mirë, po nuk ka frute aty, me marat frutin edhe me hongër. Nësa Muhamedi a.s. ka thënë, shembulli ati që mëson njerëzve të mirën dhe harron vetveten, që do ta potencojmë një hadith pejgamberit a.s. që sahabiu që e ka transmetuar i ka rot fikt kur e ka transmetuar hadith. Thot Muhamedi a.s. shembulli atij që ja mëson njerëzve, që i mëson njerëzit të mirën e harron vetveten, është thot sikur fitili që ndriçon njerëzit dhe çka bën? Vetveten e koll. Vetveten e koll. Sikur thot fitili ju jep dritë tjerëve dhe thot vetveten e koll kada ka dole. Qështu të është dietari, zënsi dijes njeriu që e përhap dijen, ndërsa vetë nuk e ka frikë Allahun me i bo që të sene. Tek Allah shumë e urrejtur, ka thonë Allah në Kur'an, me thonë ato që nuk e veprani. Andaj do të me pas kujdes. Edhe normalisht një hoq që e thot vërtetën dhe nuk e praktikon, i humbë dhe imazhi tek njerëzit. Etika e kërkuesit të diturisë që fatkeqësisht ka disa prej muslimanëve nuk kanë etik. Nuk o ndaj meje. Në përgjithësi po flasim kështu në aspektin e përgjithshëm ndaj dietarit, ndaj hoxhës, që këshillën çysh m'ia bu dietarit, çysh m'ia bu hoxhës. Ka pas rast transmetohet në gjeneratat e hershme që një kërkues i dijes një nxënës ka udhëtuar në një vend të huaj me prezentu të një dietar. Edhe duke dhonë ligjërim ky dietari ka gabu me një vend. Ka gabu me një vend. E ka përmend një çështje që shoh dhihar, ka thënë që gruas së tij se, domethënë, mi thonë gruas tonë dhe ti je si shpina e nonës time, do bëhet haram me flet me gruan. Ç't fjalë më thonë. Ti je sikur shpina e nonës time, do bëhet haram me flet me gruan tonë. Ky dietori ka gabu e ka përmend këtë fjalë. Që lejohet me ka voton kishte pejgamberi se sa më ka thonë kështu. Realisht nuk lejohet kjo. Edhe i pjen në vesh këti nxënësit dijes. Asnjëri nuk e këshillon këtë dietar. Edhe çka bëni subhanallah, xhamati i madh. Mesin e xhamatit ky nxënës i dijes që ka marrë rrugtim të madh, nuk po shkon mi thon aty në mesin e xhamatit. Po pret desa të shkon xhamati krejt, desa të fillon hoxha me ecë apo dietari me shkudet e shtëpia vet. Edhe do më thonë rrugtim me sipër, nuttim me sipër, peshe, hajt 3-4 veta, 5 veta, ku e di unë desa po jetë vetëm kë. Edhe pi tregon. Prej mirësisë këshillimit vllazni manë në mend kur doni me këshillu dikonin, mas pari përmend një të mirat e tij. Edhe ky anisi ja përmend. Mashallah, sheikh, dietar, Allahu të shpërbleft. Na ki kallzoni ders të mirë. Na ki vetdisu. Ajo është e reale që i ka vetdisu, i ka tregu se është dietar, por se sheikh që tu bre mos e gapove, mos e ngatrove, çështu është hadithi apo kupton? Subhanallah, çfarë mirësi e pret shehi. As nuk bëhet mendje madh. Vallahi shohim hoxhallar fatkeqësisht me mi thon nai talibe apo nai xhematlina se no hoxh me shtu gaboti pa më kallzon mua. Unë kam kry fakultet. Ani për vëllo që ke kry fakultet.
Këtë kemi kry fakultete, ata që me bo? Haran më njeri, gaban më njeri. Në herë një fëmijë të këshillon o vlla. Ki frikë Allahun, Allahu azza wa jall. A e dini që nëse ka thonë Muhamedi a.s. nëse dikujt i thush për hir të Allah, ki frikë Allahun, o vlla, o hoq, ki frikë Allahun që e të bo. Nëse hoxha apo një vlla të thot këqyre punën tënde, Allahu azza wa jall, te Allahu është shumë e rond dhe hidhrohet me atë rob. Ai po të thot për hir të Allahut po të këshillon Allah, nuk po të nënçmon para të tjerëve. Dhe çka bën shehu nesër kur del te xhamati apo kur e ka pas kohën, i vjen që ky nxënës i dijes prap në xhami. Edhe si ta shet e dera xhamis aty, i thot hajde këtu. O xhamatët, që ky është shehi im. Çfarë edukate, subhanallah. Qëto xhamatli po gabojnë, ne, po më thoni ju mu, edhe unë nesër, pra po më lidhet xhamati, edhe kur po hem një vllap i them, o xhamat, që ky është hoxha im. Tha unë u tmerova, u skuqa, merdhmare. Se xhamatli, nxënës i dije, para dietarit. Edhe uli, edhe ja tregoj. Çështu ku më thonën e, thot, ky ma të reki vrejtin, Allah është përbleft, edhe ky është shehu im. Këta njerëz, Allah subhanahu wa taala i ngrit vllazni. Allah i ngrit këta njerëz. Nëse ti e ul vetin për hir të Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall ty ka me të ngrit me lehtë Allah subhanahu wa taala. Aleikum salatu Allah barakatuh. Tash i kemi 10 themele vllazni për arritjen e diturisë. 10 themele për arritjen e diturisë. Tham që mas pari duhet mu kërku dija. Apo? Dhe Imam Shafiu rahimallahu ta'ala ka thonë, kur i përmendëm që ato 4 pika, dituria, praktikimi, veprimi, thirrja dhe sabri, i ka marrë një prej dietarëve që të 4 pika prej surës Asr. Surja Asr. Koha. Apo Asr është koha. Allahu subhanahu wa ta'ala është betun kohën. Wal Asr. Pasha kohën. Allahut i lejohet mu betu në krijesat e tij. Neve s'na lejohet mu betu. Me thonë pasha nonën, pasha djalin, pasha kryt e djalit, pasha kryt e babës, pasha këto, pasha ato, kjo është shirk i vogël, nuk lejohet. Allahut i lejohet. Allahu betu në Kur'an edhe në kalam, nun, a ka thonë. Është betu, neve nuk na lejohet. Imam Shafiu ka thonë, sikur Allahu ta kish zbrit vetë që të sure, i kish mjaftu për kret umetin që ke sure. Se ka sene madhështore, shumë e shkurt. Wal asr, pasha kohën, innal insane lefi khusr. Me të vërtet njerëzit thot jenë humbje. Para mëna, njëherë për të Allahu azza wa jall që njerëzit jenë humbje. Shumica jenë humbje. Pastaj çfarë thot? Illa alladhina, illa përveç, illa alladhina amanu. Përveç atyre që besuan, wa amilu salihat, dhe bon vepra të mira. Bukur. Çto që po thot illa alladhina amanu, që po thot. Me çfarë besim? Me besim që beson tyrbe në vorre, me besim që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, që bën kufër, jo, besimi i pastër, akidja e pastër sipas pejgamberit alayhis salam dhe shokëve të vet. Pastaj u amilu salihat dhe bën vepra të mira, sipas çkajt, sipas sunetit pejgamberit alayhis salam. Ti mundesh me bëni vepra të mirë, që ka bidat në to po s'pranohet, lodhësh, mytesh të bëj vepra të mira, bën bidat e s'pranohet, përkundrazi merr gjuna. Dhe për më të pranu vepra, duhet me plotësu 2 kushte. Sinqeriteti dhe e dyta, sipas pasimit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pastaj wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Këshillohen në mes veti për në hak. Dhe e fundit, që ka tham? Sabër me pas gjatë transmetimit të fes Allahut subhanahu wa ta'ala. A e dini që Muhammedin alayhis salatu wassalam vllazni ka pas për jahudive, ka pas për jo muslimanve, veç në pamjen e parë kur e kanë pranu islamin. Subhanallah. Pse? Kanë thonë vallahi që ky në fytyrë shihet që nuk o të rrejt. Që kjo është i vërtet. Allah i ka dhonë ndryqim fytyrë,
e kanë vret që nuk o mashtrues. Allahu i ka dhonë qasi lloj ndjeshmërie tek jo besimtarët. Kur e kanë po, kanë thonë se i kanë thonë mashtrues, i kanë thonë sihirbaz, i kanë thonë poet, i kanë thonë tylivar shpifje. E njëjta gjë sot është me hoxhallarët të cilët e praktikojnë sunnetin, shpifin lloj sene. A është e vërtet? Po vallahi e vërtet është. Edhe për juve. Edhe për hoxhallarët. Ju na prunët fe të re, jo kështu, jo ashtu, jo kështu. Tash dolën anti-islamistat, ju po na ndroni fen, ju e keni marrë fen e pushtuesit, jo kështu, jo ashtu. Të gjitha këto sulme e kanë bërë Muhamedi alayhis salam. Ti po na ndron fen e baballarëve, i kanë thonë Muhamedi alayhis salam. Nëse Allahu në Kur'an tha, po nëse baballarët e ju kanë qenë devijim, ç'a më bë? Nëse baba ka pi alkool, ka pi droga, mu çodhe na me pi alkool e droga? Nuk shon ke bëu kështu. Dhe e fundi çfarë me bë sabër. Se ki mu sha vlla jem. Ki mu sha. Momentin kur ti beson. Edhe këmgull në besimin tënd. Edhe thirr pastaj njerëzit. I thirr njerëzit. Në gjëra të mira dhe i largon nga të këqijat, shejtani ka mu aktivizu. Nëse s'mundet direkt e ti, thot Ibn Kaimi, vjen të një person që është e familja që është me iman ma dopt. Edhe në formë të këshillës, mundohet e shtin gruan kundër te, e shtin djalin kundër te, e shtin vllajin kundër te. Në një që është jo praktikues, në një që është pak më i dopt besim, nëpërmjet kësaj dere mundohet me të godit ty. E këto duhet me ditë muslimani. Këto metodat shejtani duhet me ditë muslimani. Tash e kemi 10 themele për arritjen e diturisë. E para, kërkimi i ndihmës nga Allah subhanahu wa taala. Na kemi përvoj, hoxhallarët kanë përvoj me nxënësa. Zakonisht, në fillim, kur e bën një lajmërim për me lexu Kur'an, me mësu shkronja, po edhe kush gjuhës shqipe këtu për shembull që e keni, elhamdulillah, në fillim lidhëm plot. Hajt një ditë, hajt një javë, hajt 2 javë, hajt 3 javë, kada ka dole, në fund jesin 2 veta. Veç 2 veta dalin, në fund e mësojnë Kur'anin, apo e mësojnë një gjuhë apo një çështje fetare. Për atë arsye që në start, që në fillim lypni, bëni dua tek Allahu, Allah, ma mundso me që dej në fund. Se lyp mund, edhe derset sistematike, kur fillon çështjet e fikut prej ujnave që është abdesti, ku e dione, deri në fund, atje te haxhi, zekati haxhi, lyp koxha një mundi caktuar, ka prej dietarëve vllazni, Muwattani Imam Malikut e kanë shpjeguar me 20 vjet. 20 vjet shehi dietari ka bo sabër duke shpjegu javë për javë. Kjo baje ki sabër lyp, subhanallah. Ama një person që i ndjek të ligjërata vazhdimisht, ai pastaj nuk lëkundët më. Prej rrymave të ndryshme, apo. Njeriu është i dopt, s'ka ndryshim dhe as fuqi për të, nëse mbështetet në veten e tij, vallai ka me hub. S'mund mbështet te vetja jote, vetë besim me pas të madh. Thot Allah subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te kërkojmë ndihmë. Pastaj thot kush i mbështetet Allahut, atij mjafton. Thot dhe vetëm Allahut mbështeteni nëse jeni besimtar, ndërsa pejgamberi sa ka thënë, sikur ju të mbështeteshit Allahut subhanahu wa taala me një mbështetje të sigurt, të sinqert, thot do t'ju furnizonte Allahu, qysh e furnizon zogun kur del mëngjes i urritur, kthehet i ngopur. Veç me rëndësi është na një mbështet sinqerisht Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall e jep riskun, s'po thon mos me lyp. I bën sebepet, mirë po, veç sinqeritet me pas në Allahu subhanahu wa taala. Unë nuk po them që s'duhet me punu, mos e keq kuptoni, po ka pas raste 2 vëllezër kanë qenë vllazni. 2 vëllezër. Njëri është marrë me dituri. Shumë. Dhe s'ka punu. Tjetri është marrë me çështjet e dunjas. Ka punu me çështjet e dunjas. Ka shku te pejgamberi sa më i kanë thonë kështu s'po punon vllaja. Tash më mëshir vllajna. Kjo mos keq kuptohet se duhet me punu, se në hadith pejgamberi sa kur e ka pa dorën një personi që është punëtor, ka thonë që dorë don Allahu. Po
Po du me thonë sa i rëndësishme është dituria, sa i rëndësishme, a di që ka thonë Muhamedi a.s. Thot, o ti filan, thot, ndoshta Allah subhanahu wa ta'ala ty po t'jep bereqet në punë, shkaku i vllohut tënd, që po merr dituri. Andaj, dituria sjell bereqet, dituria sjell risk, dituria i sjell të mirat në vendin apo qytetin apo atë mini shtetin tonë, shtëpinë tonë të sjell bereqet. Në valloj, kur i thëmën e vllaznive, njëherë njallë nëse si e në gjendje një ders me ngu, kur gjëp në puna jote sështë. Vallahi billahi. E pikrisht vllazni, monen në mend, si pas përvojës, prap po e thëmë, pikrisht, që ata që si ndjekin hiq dirset, që si shë hiq bëvakin gjamisen, mas shumë ti që ata flasin. Që e shtetë dhe muslimanve s'po bëjnë kur gjohë, hoxhallar s'po bëjnë kur gjohë, kështu a vetë së të bëjnë kur gjohë hiqaj. Kjo është fatkecia, bibi. Kjo është fatkecia. Që tu është ajo esenca, pse, a ki po për shembull, subhanallah, është një tregim i hershëm, kanë janë 2 veta në mëngjes, edhe njoni po kthehet për diskotekës, tjetri po kthehet për namazit sabahut, prej xhamis, po del. Edhe, tamam, po takohen. Ky që po del prej namazit, prej xhamis, namazin e sabahut, pe këqyrat e ku me ditë nësë në xhami o falke. A i për diskotekës ka dalë. Ky diskotekës, tu e paragjyku këto. A thunë cilën diskotekë, mërë ky ka dalë. Më thonë, njeri ju gjykon në bas të asaj që e ka vetë. Është një fjalë popullore, thot lavirja, ka qef këtë më bo lavire. Apo? Kur më pysin mu, për shembull disa vllazni, që shë gjendja më Prizren e sen, Allah thë, mashallah, shumë mirë. Disa më thëj, hoxha, i në të rezitja, spishes gjallaj e ramoshta? Po s'jo më nani, spisho. Që ato që po sho që miro puna, vllaznit pisho, alhamdulillah, për hapjani, del pak një 2 kilometra pak ma larë, këqyre një që ka o të ndodhë, e zdi june. Ai që është atje, ai po gjykon bas të saj. Unë që më këne, po gjykoj bas të kësaj. Dhe më thonë, kështu, jenë qështjet. Pastaj thot, furnizimi më i madh vllazni, dhe më thonë, është dituria. E dyta është qëllimi i mirë. Njeriu do të bëjë qëllimi për Allah subhanahu wa taala. Nuk duhet me marë vllazni diplom për qëllim të pozitës. Nuk duhet me marë diplom për qëllim të paras. Paraja, diploma është mjet, nuk o qëllim. Paraja nuk është qëllim, është mjet. Do më thonë qka? Nëse pa para mundesh me kry një sen, nuk ka qëllim, elhamdulillah kryte. Mirë po për me arritë një qëllim, e ki kusht paran, atëre para e bot obligim, apo? Se s'ki mundësi ndryshe, apo? Mirë po nuk është qëllim. Qëllimi është me arritë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse e ki qëllimi, shoku Thejmini për shembull thot, nëse qëllimi jyt me diplom është që me arrit në masën e gjërë të muslimanëve që me bot davet, sepse ndryshe nuk të pranajnë. Për shembull po më thirrni ju mu, po kanë ke thirrti? Vallahi ku më thirr Ergini, po çka është Ergini? Po nëse është i ditër, është i lexueshëm sen, s'çon pesh kjo. S'çon pesh te masa, apo? Te Allah do çon pesh shumë nëse je i ditur. Po te masa nuk çon pesh për vetëm me diploma, apo? Kur ti thush ti e ka kry fakultetin, është hoxhe sana në këni, pak ka, dhe më thonë ndikohet tek masa dhe shoku Thejmini thot, në këtë rast lejohet me këtë qëllim me marr diplomën. Dhe nuk është qëllimi me fitu pozit dynjevije për para. Të marrën tash, puna imamit tash aty japin sa mi euro në këni, kjo është rrezik. Ta hub sinqeritetin pastaj. Ta hub sinqeritetin në davetit edhe nuk ki bereqet në davet. Pastaj thot, e kush e bën jetën për hir të Allah, vetëm për Allah, e forcon Allah i lartësuar dhe e shpërblen atë në këtë. Po ashtu pika e tretë, thot, në nështrimit e ka Allah i lartësuar, lutja ati ndaj Zotit për shtimin e kërkimit të ditorisë. E subhanallah, është një hadith i pejgamberit a.s. për 3 persona që kanë muzvarit në ditën e gjykimit në zjarmin e xhenemit. Zjarmin e xhenemit.
Edhe njëri prej tyre është dietari. Njëri prej tyre që xhehenemi ka më kollë me këta 3 kategori të njerëzve është edhe dietari. Që Shekh Albani rahimullahu ta'ala kur e ka lexu këtë hadithin, shpesh kur e ka lexu, tha më vinte nërmend najher, tha me lon këtë dije se po tut ma prej syfacisë. Gjithaj millet o vllazni kur e kanë thirrë me një vend që e në bo me qindra mira, stadioni madh. Ka thonë shia, po vjen në ders, kemi me organizu? Thot po. Kur merë vesh që ju bo shumë e madhe, çështja Shekh Albani që do të vjen një dietar i madh, një stadion i madh, o mbush, ka më mush realisht. I ka thiri, ka thënë, ma ba Allah po në sulvi. Subhanallah. Shi, organizimet i kemi bo shi. Ma ba Allah po nuk me i martë. Kjo zemër. Kur t'i shohën e gjithat millet aty, me mija njerës, në ka mundësi që më ndryshu një jeti. Dhe s'ka shku, subhanallah, u tut. Thot, kur ta lexoj këtë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ditën e gjykimit që ndër njerëzit e parë ka mo djeg dietari, pse? Transmetuesi i hadithit i bjen të fikt. Se është mujahidja që ka luftu për hir të Allahut dhe që ka luftu? Ka luftu që mi thonë njerëzit është trim. I kanë thonë. A njëri që jep pare, mi thonë njerëzit që është bujar, ka thonë, s'ka thonë për hir të Allah, po mi thonë njerëzit që po jep. Dhe i treti është dietari i cili ka përhap dije, mi thonë njerëzit, mashallah, ti koke bre, ti koke bre dietari madh, ti kështu, ti ashtu, edhe e pështjell një jetën për hir të nefsit, në ditën e gjykimit, thot, pse përhapet ti dijen, o ti dietar? Thot, ja rab, e përhapa, thot, për knacin tonde, mu përhap dija, thot, ke dhept, ke rajt, thot. Sepse, thot, ti e ki bo, se zemrën e din Allah, thot, ti e ki bo, a dije e ki përhap, me thonë njerëzit që je dietar, je alamet hoxhe i madh, edhe të kanë thonë të një. Thot, futin gjajna. Allahu Akbar. Të merë, kjo frige madhe. Gjitha davet e bën. 20, 30, 40, 50 vjet bën davet. Nëse nuk e rregullon çështjen e zemrës, njetit për Allahun Azza wa Jall, ti ekspozosh zjarrit. Allahu na ruajt. Pastaj thot, dhe ka thënë pejgamberi sa zbret Zoti jon çdo natë në qiellin e kësaj dynjaje dhe thot, a ka ndonjë që më lutet mua që t'i përgjigjem atij, a ka ndonjë që kërkon prej meje që t'i jap, dhe a ka ndonjë që kërkon falje nga unë që ta falje atë? Dhe thot, o Allah, Zoti im, Rabbi zidni ilma, thot, o Allah, Zoti im, thot, shto ma diturin. Kërkoni, më shtu Allah subhanahu wa taala diturin. Dhe përveç shtimit të diturisë, kërkoni prej Allahut edhe me ndiku fjala juaj tek njerëzit. Shekh Abdurrazak el-Badr, djali Shekh Abadit, hafidhahullahu ta'ala, cili është gjallë akoma, thot çdo herë vllazni, kur e kum fokusu, kur e kum pikirat një person, mi bo davet, kum bo dua te Allahu. Ja Rab, ma mundso që ku të shkojune mi fol çti personi, ma mundso që fjala ime me ndiku te ai. Allah çdo herë kum bo sukses. Bëni dua. Para dirësit, apo du me majtë bën dua, ja Rab, ma mundëso që fjala ime me ndiku të njerëzit. Kur do në me shku me ndiku, mi full dikujt, ja Rab, ma mundëso që fjala ime me ndiku. Mos më konë veç fjallë prej gjuhës, po më konë prej zemrës me dalë me lejnë Allah, subhanahu wa taala, që me pas bereqet me lejnë Allah, subhanahu wa taala. Po është Allah Azza thot, Zoti i më dhuro më urtësi, bashko me të mirë, dhe Ibn Abbasin radiallahu anhu, që ai pejgamberi sa ka bë dua për Ibn Abbasin dhe ka thënë, o Zot, bëje që ta kuptoj fen dhe mësoja komentimin. Dhe thuhet që tefsiri prej mufesirëve më të fuqishëm ka qenë Ibn Abbasi. I ka komentuar jetët kuranore, e ka ditë për çka ka zbrit. Pastaj thotë e katërta, pastrimi i zemrës. Zemra është enë e diturisë. Smundjet e zemrave janë dy lloje vllazni, epshet dhe dyshimet. Epshet si të dhënit pas kësaj dynjos, mos harroni, devijimet janë dy lloje. Epshet dynjoja të kap, fen e dish. S'devijon fe. Epshet dynjoja të kap e lën fen. Dhe dyshimet
me dyshime, ki dyshime ndaj sunetit pejgamberit alayhis salam, dyshimet e grupeve të devijuara, edhe ti del nga rruga e shpëtuar, nga pala e ndihmuar. Najherë, jo najherë, po çdo herë, dyshimet në fejen më të rrezikshme devijim se sa epshet. Se me epsh e din ti që kjo është haram, po epshi të kap e ban. Edhe thushi Allah më falti, inshallah do të pendona. Mirë po, nëse ki dyshime në fe, dyshime në rrugën e pejgamberit alayhis salam, po shet ty li far njerëz nëpër YouTube e hen, veç hajt në goje. Ty li far njeri. Kemi pa në rasti më konkret një femën e Shqipërisë, a devijoj? A e kisha min? A tha preki në nderën e Imam Buhariut? Mo motër, mos prek tek Imam Buhariu. Mo motër se mas Kur'anit, libri më i saktë është Imam Buhariut. Ti po prek në referencat e muslimanëve. Allahu na ruajt, Allahu ta the qafën. Allahu ta the qafën, mos fol. Mos fol për ulemat, ruje gjuhën ndaj ulemave. Ma e keqja mu çu mi bë çafira ulemat. Mi qit në zjarr ato, mi bë tekfir, mi bë Allahu na ruajt. Ta the qafën zoti. Ka pas raste, kanë shku me debatu te Sheikh Albani, mendësia e tillë që i bëjnë çafira njerëzit muslimanë, kanë shku disa persona kanë shku në fillim. Kur kanë shku me debatu, po del me debatu me Sheikh Albanin. Edhe në fillim nuk jem fal mas ti. Kanë bë çafir. Nuk jem fal. Kanë bë debat deri në mëngjes. Edhe disa prej tyre, shenja e parë ka qenë që janë fal mas Sheikh Albani, ka thonë Sheikh dilti. Njëri, masi ka dalë debat me Sheikh Albanin, se kur del debati me dietarën o vllaje, ty veç i noti pastaj nuk të lën me pranu të vërtetën. Sa e ti din se në të krejt ti din. Debat, tak, prej i natit, këse ka pranu, thuhet mas një kora ateist të po. Ka dalë për fisë. Se ja ka ngrit argumentin Allah subhanahu wa ta'ala. Nga i natit se ka pranu pastaj. Mos t'ju shtiu rejtja ndaj një populli që të bonit pa drejt, ka thonë Allah në Kur'an. Po qoft, kush do qoft, nëse vjen një e vërtet, po, thuja i devjumo, mirë po, që kjo është e vërtet, thuj. Mos shtiu rrejtja ndaj një populli që me qeni pa drejt, sepse kur e urren dikonin, nëse të vjen ndaj fjalë për ti, çka? Ti e refuzon. Po ti jetu a pe din që po e refuzon ajetin edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, nëherë dyshimet, bindjet e prishura, veprimet me bidate, risi dhe identifikim me drejtimin racional, rësimtare, domethënë e shkatron rrugën e tij. Prej smundjeve të zemrës po ashtu është edhe zilia, armiqësia, mendjemadhësia, vllazni, këto duhet mi kuru. Nëse ki zili, haset, secili njeri Allah e ka kriju me zili, me haset. Secili njeri. Mirë, po çka bën besimtari? E nal vetin. E nal. I vjen me pas haset. Zakonisht Sheikh Uthemini rahimahullahu taala çka thot? Thot zilia është mes profesioneve të njëjta. Nuk ka zili dietari me një person I cili ndriq kerra. Nuk kanë zili. Po ky që ndriq kerra, automekaniki e ka me automekanikin zilin. Dietari e ka me dietari. E bile thot, te dietarët halo ma shumë zilia. Subhanallah. Në emën të mbrojtjes fes, shohën në mëzveti. Andaj, mos I këqyrni shumë kur gjurë në rogjallartë. Në mëzveti. Buni pak ma tolerant këtë aspekt, nëse shojnë këqyra a ka me drejt, tamam sharjen. Nëse se ka, le, ani mirë është, tamam, Allah është problem. Mos I këqyrni shumë kur gjuhën, se ju I shetani ka njerë. Apo kuptan, rasti ma konkret është me Imam Buhariun edhe Imam Dhuhlin, në kohën e tij. Imam Dhuhli ka qenë me një vend caktuar, edhe ka një për Imam Buhariun dietari madh, edhe sikur me thonë tash në këtë zhargonin e sotshëm ja qit tepine kur alamet njeri I madh, pe pret Imam Buhariun se dietari madh. Edhe të fol, gjemoti u ka blet. I hini shejtani ti, Imam Dhuhlit. E priti kohën e dur një fjalë që e tha ky me godit me bo bidatxhi Imam Buhariun. Çka tha? Tha fjala ime që peqesun e pejgojës është e krijume. Hak është fjala ti. Ky Imam Dhuhli e mur për Imam Ahmedit e mur një fjalë që tha kush thot kështu është halo më I rrezikshëm se ata që thonë Kurani është I krijuar. Se ata kanë pas për qëllim me dalë te Kurani është I krijuar. Imam Buhariu s'ka pas për qëllim këto.
Edhe për më jam shel rrugën, ka thonë kjo më i rrezikshëm Imam Ahmeti. E mur këto, edhe tha, Imam Bukhari është bidaxhi, është i humbur, këtë xhamatin jam lodhi. Mbet vetëm Imam Bukhariu, veç me Imam Muslimin. E lëshoj vendin, sa që ju duk që këtu ka pehan Imam Bukhariu. Krejt e bëj këtu, krejt. Mirë po vëllazni, ku është Imam Bukhariu? Krejt e njihni emrin e tij. Ku është Imam Dhuhli? A pe njihni? Të lutna. Allah i ngriti ata. Në atë moment u spërvu krejt e bëj këtun. Krejt e bëj këtun. Veç Imam Muslimi mbeti me ta. Ama a i mbeti njeri deri në ditë gjykimit që ka mu përmend. Subhanallah, sinceriteti. Tjetra, po du me të regu për sinceritetin. A ka dikush për muslimave që nuk e din Imam Neveviun librin Riyadu Salihin? S'ka njeri. A ka dikush sot në kohën e fundit mburoja muslimanit që është libri? Krejt e din. Qëtu vërtetohet vllazni që Allahu për shkak sinceritetit të disa dietarëve ja u ka bë që më kon pranim me pas nas. Që shkallon sinceriteti apshe. Nëse ki sinceritet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot e gjashta është kujdes në nxënien e diturisë, thot për kursin e diturisë kujdesi i madh për mësimin përmend shumë ka rëndësi. E sidomos për trinjët. Kur është i ri, njeriu duhet me mësu përmend, sepse kanë thonë, çka kanë thonë ulemat e hershmit, kanë thonë, me marr dituri kur je në rini është sikur me shkrujt në shkëmb. Sikur me shkrujt në shkëmb. E në pleçni qa me bërë, që i bjerë, me shkrujt në akull e beqit ndili. Që shto i bjerë kjo. Që aty e mëson, që aty e haran. Sot e mëson, nesër e haran. Shto pleçnia. O shumë afshtirë. E për atë arsye, nëzit një fëmijë tuaj me orë në xhamia dhe me mësu deri sa të rritën, që m'ju ngulitën kokë. Për shembull arabt, disa prej arabëve që në për vende pak ma furë që është feja, vinë këtu, tauhidin e kanë mësu pi fëmirisë. Ishen drog, ishen alkohol, ishen vjedhje, ishen prostitucion, ishe, mushën këtë me gjuna, herë do kur kthejnë fje, prapë. Se e kanë marrë bazën. Herë do kur po kthejnë fje. Me po mi folë për fje keqa në këne, tjesin qafë. A kështu njerëzit ma të këshi ishe. Mi po herë do kur do, kthejnë. Dushime s'kan fje, po i ka deviju. E shtata thot serioziteti, ijtihadi dhe këmbgulja në arritjen e diturisë, largimin nga përtacia dhe dobësia. Të shtin më dobësu, kur të marrësh dituri, të shtin më dobësu. Nëse si në gjendje një orë me net, me kërku dije, vaj halli për ty. Prej shkaqeve specifike të ijtihadit në kërkimin e diturisë është leximi mbi historitë e dietarëve, me qysh se si kanë bua, po e teta është el bulghatu. E kjo është kërkuesi i diturisë të veçoj gjithë mundin e tij derisa të arrijë qëllimin e kërkimit. E nënta, edhe 10 është edhe pe krym. E nënta është shoqërimi me hoxhën mësuesin, dituria merret nga fjalët e dietarëve dhe atyre nxënësve të dijes hoxhallarëve që janë të lidhur me dietarët. Na vllazni si hoxhallar nuk duhet me thirrte vetvetja, po na duhet më kon urr lidhse mes xhamatit edhe aty me nalt. Jo me thirrte vetvetja. Se na nuk jemi dietar. Djetarët janë ata të mëdhajt, ata mushtehide. Na munomi mi marr fjalët e ulemave që i kanë gjithë argumentet nga Kurani dhe Suneti, por nuk bëjmë ijtihad na. Si jemi në rangun e tyre na. Na nuk kemi mushtehida në trojet tona. Mushtehid është ka qenë Ibn Bazi, Uthejmini, Albani, sot Fauzani, Abadi, Luhajdani, këta ulemat e mdhej, Sheh Sulman al-Ruhaili, këta ulemat e mdhej, e 4 methebeve ata Ebu Hanife, Shafiu, Maliku, Imam Ahmeti, gjithë këta, Imam Neveviu, Sheikhul Islam Ibn Taymi, Ibn Qayyim al-Jauziu, këta janë ulemat e mdhej që na i kemi referenca. Po, edhe normalisht duhet mu shoqëru me hoxhën, qysh mu shoqëru në aspektin sepse ti kur ta merr me lexu Kur'anin apo shkrunet kur ti mëson duket vetja me lexu si mirë që është i Kur'anit duket vetja çështat. E kur dalish para hoxhës, ti gje në bismillah ti gje 50 gabime. Nëse zmadhova, po do të thonë shumë. Espe hiperbolizimi bjergje pak, me hiperbolizu, do të thonë suratul Fatiha ti gjen 10-15 gabime. E ti përpara aty dalish zonin e zbukurësha nikni, mashallah na, po kupton. Edhe
e prish këtë pse se duhet me pas zinxhir. Te na në fe quhet diçka që është zinxhiri i marrjes ditorisë, filoni deri te pejgamberi sa dhe e fundit ko zgjatja në kërkimin e ditorisë nuk llogaritet kërkimi i ditorisë ai person, kërkimi të cilës zgjat 1 ditë apo 2 ditë. Vesh 1 ditë, 2 ditë apo kryp puna, le krejt. Apo kupton? Thot 1 vit apo 2 vite, jo as kjo. Thot për kërkuesi i ditorisë duhet të ketë dorim me vite. Është pyetur Kadi Iyad rahimahullah deri kur njeriu duhet të kërkojë ditori. Vallai bajë shumë. Ka thonë thot derisa të vdeset i hidhen lapsat e tij mbi varrin e tij. Lapsa tankon me lapsa, derisa të vdes duhet me kërku ditori. Imam Ahmeti për çështjen e menstruacioneve ka hulumtuar 9 vjet. Derisa i ka mësuar. A disa probleme në çështjet e menstruacioneve? Kanë shku te pejgamberi sa mi kanë thonë ja Resulullah çysha, gratë. Qysh bëhet kështu e qysh e kështu, a ne kemi menstruacionet bardha të zeza të kuqe, ku e diun e krejt sanet, jo mulshun, jo smulshun, jo 1 ditë munalen, mas 1 ditë prap merdhen, jo a ne jo këne, aqe si ka thënë mirë të jashe. Pivje marre. Jo po qysh me mshtjelle, qysh e tek a ne këne, aqe se ka thonë edhe i ka transmetu. E këto meselet menstruacioneve janë shumë problematike se dallojnë nga grua në gru. Dallojnë. Dikush ka 3 ditë, dikush 5, dikush 1 javë, dikush 10 ditë. Dikush e ka për shembull 5-6 ditë, 1 ditë sikur i pauzojnë, pastaj vjen prap. Edhe çështja është e rrezikshme tek marrëdhëniet vllazni. Se nëse bëhet në fillim të menstruacioneve me pas marrëdhënie intime, duhet me pagu dëm shpërblim 1 dinar. Sa mjerë është? Sa 100 euro, nuk e di sa është. Nëse në fund menstruacionit bën marrëdhënie intime, është gjys dinari dëm shpërblimi. Atë se u kry valla. Do më koni sigur të u kry. Prit pak. Nëse të ka rogë vale vama, ka diçka tjetër që mundet me pas se fëmija e në këto. Diçka tjetër mundesh me bo për me kry. Më thonë një çështje që duhet me pas kujdes në këtë çështje, sepse duhet me pagu pastaj gjys dinarit dënim e ki. Për mulat tek Allahu subhanahu wa taala, dhe më thonë ajo pagesa në të aspektin mu fshinja i gjëna. Dhe thot çfarë? Thot kështu kërkuesit e ditorisë që janë të mençur vazhdojnë të mësojnë tek dietarët 10 vite, 20 vite, disa prej tyre mësojnë derisa të vdesin dhe së fundi thot përmendin hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qysh tash i ka rrot fik 3 herë transmetuesit të hadithit dhe ky hadith do të ndizet zjarri i xhenemit ditën e gjykimit me 3 lloj personash me kërkuesin e ditorisë, që e transmetuam dhe në fund lutim Allahun subhanahu wa taala që të na forcojë neve edhe juve në kërkimin e ditorisë së dobishme dhe veprën e mirë deri në takimin e radhës, mas ju qel dera tash inshallah vim edhe herave tjera. Bi'idhnillah. Ona Allah e shpërblet subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ju shpërblet.